Edhe skenari dytë është dënohen. Në secilin verzion, kurti do me kanë politikisht i fuqishëm, ligjërisht jo përgjithës. Jo, në base do donte që t'ishte në një qeveri stabile. Ti kishte 4 vjetë garantuara dhe t'ja humbë të pra efektin ashtë një thaqet se pëthoni jo. Nëse e mban krizën gjallë, plus asaj si ka kontrolu shtete më të rëndësishme, më të mëdha krizat politike. Mbase mund jetë skenari Shpëllët Vullneti, sepse ai në heshtje, mbase edhe lutet mu dënu, sepse janë armisht politikti. Po jo, s'po thonë, dhe që shka ashe mund s'kom thonë. A i ka thonë. Po ka thonë, mbase e ka ndryshuar me dhe nëse nuk e thot, e ai mundet me pas shef mu dënu ata, qëndron në një qeveri, ose muna me thonë, në një situatë ku qaja që apëtët Vullneti është kur nuk e ka asë një përgjithësi ligjore, qëfar do që ndodhë këtu? Se kur përka përgjithësi ligjore, qëfar për unë e menoj që është diçka tjetër. Për të këtë, cilja mund të me shku me kërkuni diçka, e një dëpëtet se mund me kërkuni me bo një veprim, i cili zotit Kurti, mrena mund të kushtu shumë keq, politikisht, ndërkombëtarisht nuk mund me bo. Koment për këtë që thot Vullneti. A ndodh kjo? Po, tash... Jo, thë. Vendimi i 16 shtatorit, normalisht që PDK-s kam i sjellë PDK-n e qetë në një situatë lirimi i krerëve të ushtrisë shqiptare, normalisht që PDK-s do t'i sjellë dobi në kuptimin e asajna që do t'i sjellë rritjet e elektoratit. Por edhe në qoftë se vendimi do t'jetë zotë në rujtë dënuz, për PDK-n menoj që prap do t'ishte një farë, do t'kishte dobi. Kuptimin e asajna që entuziazmi i njerëzve. A i konvenon të ketë një qeveri stabile para 16 qershorit, apo të jetë... Jo, normalisht, unë besoj që Kurtit i konvenon shumë më shumë që ta ketë një qeveri stabile para 16 shtatorit. Qeveri stabile, në të cilën ka rrugë për të susa, i kërkojmë Kurtit me bodi shka. Për arsye, sepse... Se shpallën fajshëm. Mendimi jo, ndëgjëm. Nëse ai kish dorë qeveri stabile, kish bo qeveri stabile. Jo, me kënë. Po qeveri stabile, me kamëre numrat, Vetëm më në Jo, me 61 e ka qeveri edhe me 63 ka të breshti ka numrat edhe... Vendimi për Hagën e dim që 2-3 muaj që është caktu me 16 shtator. Po lojrat Albin Kurtit janë këto, me lanë vendin qëtu në situatë kaotike. Nëse ata lirohen, zotit Kurti nuk i konvenon që të mos sa ke qeverin, sepse normalisht që ai... Nëse shkën në zgjedhje, me lirimin e Hashim Thaçit, do të ketë rezultate totalisht. Jo këtë arroni që është edhe Recep Selimi atje. Ideja që në paraqit vendimin e Hagës, që kam i hi vetëm PDK-s në punë. Kurti me Kadria i tregoj për pozicionin e lëvizjes vendosje për gjykatën speciale. Sipas e mos votimit kundër, pra siç e shpjegoj ajo, apo zhbërjes për tashti, sepse na po harrojmë, PDK-ja pe imagjinën vetëm kthimin e Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit nga Haga. Por po harron edhe kthimin e Recep Selimit nga Haga. Jo, po të gjithmonë e bashkë. Politikisht po thëmë. Harrohet ndikimi tani që më të pas Recep Selimi, kur vjen në vetëvendosje. A ndikimi më të pas? Aljan nuk i dina që... A krasohet Recep Hashimi që ajo të thonë. Lajmi që tu ka më konë lirohet Hashim Thaçi. Edhe nëse dënohet, edhe nëse lirohet. As Kadri Veseli. Lajmi ka më konë Hashimi. Supozojmë lirohet Hashimi. Kanë lajmi. Ne fillimisht shturojmë që gjithë të lirohet. Botor ka me qëtë. Pa mundë Për Hashimin. Se janë të barabartë, naturisht Vullnet këtë e di, po ti po e bën për efekt debatit. A din se ai ka qenë në postën e presidentit kur ka shkuar, ka qenë i shkretari i partisë, ka tjetër, është si Kurti në vetëvendosje. Nëse muna jo. Ka shumë, ha? Kemi qef kret, mu lirot 4-it, s'ka dilem, asë një shqiptar normal. Nëse Hashimi dënohet, këta të lirohen, lajmi dominuso o dënohet Hashimi. Nëse Hashimi lirohet, këta dënohen, lajmi dominuso o lirohet Hashimi. Ajo peshka. Nëse dënohet veç Kadri Veseli, është sashtë ajma. Fakti që ka lënë dhe historinë të cilën ka historinë është e madhe. Është një historisë për të marrë u gjykata me zbel lavdin e ti. Sa a keni dilema në këtë pika? Pra, ajo lajmi kryesor. Lavdin e ti? Patjetër. A i Grenade e kanë zëj pse e kanë qua të në Hagë? Patjetër, që ka zëj Grenade? Kanë zëj shumë mirë pse e kanë qua në Hagë? Një personi gazetar këtu, që mas fakti i beson Grenellit. Pse i beson këtu? Po i beson që ka thot Grenellit. Jo, me Grenellit, që ka thot Grenellit, di shumë se kanë bërë intervjist me të Tashimit. Jo, nuk është Grenellit. A do të me i besu Grenellit edhe kur thot? është konstrukt kundër Hashim Thaçit, tonë shme diti. Dhe Grenell sot thot.
Kriza politike është krijuar nga kurrë, perëndimi do të fashë Kosovë për të ndihmuar në udhëheqjen e saj. Po e beson këtë që ka thonë Grenelli sot, vullnet Restuqi, që perëndimi do faqin Kosovë për të ndihmuar në udhëheqjen e saj. Jo, se si beson thuj vullnet ju. Letë thuj. U përgjish kumbini. A pe kupton gazetarin, selektiv është. Vendos kur mi besu. Unë nuk po tham mi besu, unë po tham me e thonë që me kuptu, edhe ju vetëm Grenelli, po shumë të tjerë e kanë tregu Azrençi, që është arrestu, se dihet bësh kështesa. Ore, kjo po të duko gjikota, jo arrestu, ose di. Ama jo gjikota speciale, nuk marru për ta. Okej, pas 16 shtatorit e Nuk është e marrume për ta, sepse nëse i shkani marrume ekskluzivisht për ta, është në faqe të fletë, ta japi intervistën një për televizionet Kosovës mundësisht gjollat e tre nga tregoj, sepse na shohin për fat të mirë tash sa muaj na shohin edhe në Hag, kështu që po dëgjojnë, jam e sigurt. Presim këtu që të na japni këtë rreth. Gjykata o marrue, me një qëllim. Kalojmë të zhvillimet politike, të lutem. Kthejna, veç një minutë, sekonda ka. E bëjmë debatin pas 16 shtator. Okej. Okej? Shkum ben. Ma me qef këshëm nejtë në qatë temën, sepse jemi, s'po thëmë shtjerë, për jena lodhë pak për debatet për një ngërqi, që për një me ngërqi, se ngërqi në nguptan mund që s'livrit kurgjë. E na me folë për të qka s'livrit kurgjë, kogja e fështirë. Por, qka kësha deshtë me thonë,